fal çdo mëkat. Dhe me këtë dhe për këtë ka shumë ajete. Për shembull ajeti Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. O ju njerëz, o ju robët e mi që keni tepru me gjunahe. Dhe këto. S'kan lanë san pa ba. La taqnatu min rahmetillah. Mos dëshpëroni për rahmetin e Zotit. Subhanallah, sigur se Allah për drejtohet disa njerëz të cilët thojnë një për mu, s'ka rrodali pse? Pa kam bo këte për mu, bez gjene. Kush për të thëtë? Për të thëtë dreqi. Dreqi për të thëtë që është. I cili insistan me të maj ty në qëtë nivel, qëtë rang, qëtë bindje, në ashtë të zadeka e të hadreqi tamon të hanë që atër tani. Qështë insistan kë. Për ndryshe, Allahu për thëtë, la taqnatu min rahmetillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahu i fal të gjitha gjërat, të gjitha. Ai është al-Ghafur, fal shumë. Ar-Rahim mëshiron shumë. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jalla suratul Furqan. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ذات تسلت نكب الزوت الشرك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ذا نكبراين نكم بيوسنيري بحق ولا يزنون ذا نكبين زنا نكبين شرك أبو كفر اشتنيتا نكبراسن نكبين زنا تنتريم كاتت متمضى الشركة vrasja, zinaja. Nëse dojna me rendit, cilat janë gjënaat më të mëdha në tokë të Zotit që mund të bëjë robi, janë me këtë ajet koranor. Kështu ka thënë Imam Mahmedi, kështu e gjekin koment ajeteve koranore, dhe kështu vërtën edhe hadithi Abdullah ibn Mas'udit, radiallahu anhu. Që kërë për pejgamberi ka për pejgamberi sot se të gjëna me madhë për shpejtoj, ka thonë është në të gjali Allahi nidden wa huwa khalaqak, me bëjë Zotit shirk. E pas taj ka thonë, thëmë e kultë mehjar e i Rasulullah, këmë thonë cëllë Rasulullah ka thonë, në taktule waladaka me khafet e ninet a me mak, me mytë e vladin të nga friga që po të hanga fshatën e bukës, pra vrasja. Pas e thë cëllë Rasulullah ka thonë, në të znije bi halilit i gjarik, me bëjë zina me grune këshis, e zinaja. Pra, shirko, vrasja, zinaja.